Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndeshni të nderuar shikues, po nisim javën me këtë emision analizë me kolegun e me të nderuar Afrim Kasolli, cilën e përshëndes. Faleminderit Kasolli. Mbi zhvillimet kryesore në skenën politike, patëm javën e kaluar një certifikim nga ana e KQZ-s të rezultatit të zgjedhjeve pa listën serbe. Procesi i ankimimit ndodhet në tavolinën natyrisht të PZAP-s. Si e cilësoni këtë zhvillim? Të ri, të vjetër, taktizim i njohur për ne? Po rrit kjo është një skemë që kemi pasur rastin ta shohim disa herë, do thotë kur ka qenë pyetje lista serbe, mos certifikimi i saj për pjesëmarrje në zgjedhje, ankimi i tyre në institucionet më pastaj tjera në PZAP, në Gjykatën Supreme, rikthimi përsëri i të njëjtës temë në pikën 0 dhe vazhdimi i procesit. Pra është e njëjta temë e cila po përdoret për konsum politike publik të brendshëm. Fatkeqësisht jo vetëm që kemi humbur shumë kohë, po kjo është vetëm sa për të blerë edhe më shumë kohë, për të vonuar edhe më shumë, edhe ashtu jemi vënë sa i përket presioneve për krijim të institucioneve, për të mbajtur të paralizuara ende krijimin e institucioneve të reja. Do thotë në pres që PZAP-ja ta certifikojë rezultatin e listës serbe, nuk do të ketë ndonjë befasi, nuk do të ketë ndonjë ndryshim. Si që pa më në fund edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, besoj që do të kthehemi në emision e sipër. Pra jemi brenda të njëjtës skemë tashmë të njohur politike e publike që për të përdorur për nevojat e konsumit elektoral, që veçanërisht në këtë drejtim lëvizja vendosje e shfrytëzon me të madhe këtë retorik për ta shfaqë veten si një subjekt i cili po e bën të pamundur për ta delegjitimuar subjektin politik lista serbe dhe me këto veprime do thotë në instancë fundit për ta minuar ndikimin e Beogradit në Republikën e Kosovës, sepse sipas tyre lista serbe nuk është asgjë tjetër, që nuk përjashtohen lidhjet, mirë me vesh të kuptohemi që lista serbe nuk është asgjë tjetër vetëm si një instrument dhe një zgjatimi i Beogradit në Republikën e Kosovës. Pra është një përpjekje e shumëfisht në njërin anë politike kundër listës serbe dhe në anën tjetër kur kombinohet me retorikën për shtrirjen e sovranitetit dhe ligjshmërisë në veri, që ky formacion politik ka ndërmarrë gjatë kësaj kohe në drejtim të restaurimit të sovranitetit të Republikës së Kosovës. Kasolli, po e thoni që këtë po e bëjnë për konsum të brendshëm elektoral. As mbaruan zgjedhjet me 28 dhjetor? Po nuk e di të vitit kaluar. Po zgjedhjet mbaruan një palë zgjedhje. Tashmë ne kemi bërë praktikë që shkojmë nga një palë zgjedhje në tjetër. Nuk jemi të sigurt që mund të mos përsëriten zgjedhjet e reja. Do të thotë mund të ketë blokadë, mund të ketë paralizëm me temën e presidentit, sepse ende nuk ka asgjë të qartë se si çfarë drejtimi po shkon në procesi. Do të thotë a do të rrinë subjektet opozitare, ta votojnë një kandidat vetëm që u imponon fituesi i zgjedhjeve, konkretisht Albin Kurti, apo do të ketë konsensus. Kjo është ende nuk është e qartë në këtë drejtim dhe koha është shumë e shkurtër për të arritur ndonjë marrëveshje politike, siç po kërkojnë informacionet opozitare, por të njëjtën kohë edhe kryeministri i detyrë Albin Kurti po thotë që është i interesuar që të ketë bashkëpunim me opozitën, por duke lënë të hapur mundësinë se tashmë opozita do ta shohë si do të sillet në raport me fituesin e zgjedhjeve. Pra, është kjo gjuhë në njërin anë shpreh vullnetin dhe gatishmërinë e tij për kompromis, por në anën tjetër duke krijuar një lloj klime për t'u lënë barrën e fajt subjekteve opozitare në rast të dështimit për të mos gjetur një emër konsensual sa i përket temës së presidentit. Dhe nëse nuk gjendet kjo zgjidhje politike, atëherë nuk përjashtohen përsëri zgjedhjet e reja parlamentare 45 ditë pas 5 marsit, me sa di unë, që është afati final deri në 12 natës. Pra, edhe me 4 mars do të kështu që është mirë që kjo kartë elektorale është mirë, besoj që po mirë kuptohem me këtë që po tham, jo që unë e përkraj këtë pikpamje, por është mirë në favor të pushtetit që kjo kartë elektorale të ekzistojë në tavolinën e saj për zgjedhje eventuale të jashtëzakonshme, edhe përpjekja e fundit maksimale që u bë për ta mos lejuar listën serbe. Kështu çfarë është me këta deputet të cilët i kanë fituar zgjedhjet që të jetë pjesë e kuvendit të Kosovës. Por unë po e marr këtë votim në KQZ pa listën serbe, certifikimin e rezultatit pa listën serbe. Është një indikator që vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve, që secili të bëhet gati për ta mirë mbajtur fjalorin heroik. Po
para qytetarëve? Nëse shohim historikisht, nëse shohim historinë e jetës, nëse shohim historinë e fundit të veprimeve parlamentare, do thotë mobilizimi më i madh, retorika më e madhe, do thotë fokusimi më i madh, veçanërisht televizjes vetëvendosje në raport me këtë temë ka qenë ekskluzivisht kur është ndjer adrenalina elektorale, do thotë nëse për 4 vite nuk kemi pasur për shembull një fushat kaq të theksuar kundër listës serbe se sa gjatë vitit të kaluar dhe madje mungesë të kuvendit, unë pa të thënë që mungesë të kuvendit vitin e kaluar teatri kryesor politik ishte zhvilluar në KQZ ndërmjet përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje ekskluzivisht kundër listës serbe dhe duke i sfiduar subjektet opozitare që a janë me shtetin e Kosovës apo janë me listën serbe. Kjo pak a shumë ishte dilema me cilën kishte arritur në sojt këtij kurthi e shantazhit taktik lëvizja vetëvendosje vendoste subjekte tjera parlamentare. Unë nuk jam i sigurt, asha mund të shkohet, a do të shkohet në zgjedhje, a do të gjendet një zgjedhje politike. Mirë, por në tavolinë po mbetet edhe kjo kartë elektorale që eventualisht do thotë është kjo vetëm njëra prej tyre, të mirë me vesh sepse nëse e përcjellim prapë tham gjuhën e kryeministrit Kurti ka të bëjë edhe me përpjekjen e tij, do ta shohim se si opozita çfarë çësje do të ketë ndaj neve, mbetet edhe karta tjetër që nëse eventualisht nuk gjendet ndonjë solucion apo ndonjë kompromis politik për temën e presidentit, barra e fajit i mbetet përsëri opozitës dhe në anën tjetër po ashtu betejë finale kundër listës serbe. Pra janë këto dy tema kryesore që kanë rënë në sy, do thotë janë vretur në opinionin publik gjatë kësaj kohe që vazhdojnë të përdoren nga pushteti që eventualisht në rast të dështimit të gjetjes së një kandidati. Kush po bën lojën i vetëm këto në jetën publike politike aktualisht duke kontrolluar dhe tjerë të shkojnë pas agjendës së tij. Rolin aktiv këtu e ka lëvizja vetëvendosje në këtë drejtim. Mirë, po nuk është edhe subjektet politike tjera po kanë guxim të jenë korrekte në raport edhe me opinionin publik, me qytetarët e tyre dhe me sistemin ligjor normativ kushtetues që dominon në Kosovë. Sepse të njëjtat po i nënshtrohen këtyre aksioneve politike të lëvizjes vetëvendosje. Është rasti prapë që duhet të rikthehemi, është sikur rasti i votimit për kandidatin Nenad Rashić si nën kryetar të listës serbe. Nuk është që vetëm lëvizja vetëvendosje kishte votuar për atë kandidat. Ishin edhe subjekte të tjera politike me theks të veçantë Lidhja Demokratike e Kosovës apo PDK-ja kishte abstenuar. Pra abstenimi i tyre do thotë edhe kjo është një lloj veprimi, është edhe ky një lloj vendimi, por që mjerisht dhe fatkeqësisht po i nënshtrohen këtij diktati politik dhe publik të imponuar nga lëvizja vetëvendosje. Kush po vendos sot politikisht? Agjendën politike në këtë drejtim, agjendën politike në këtë drejtim realisht sot është duke lëvizja vetëvendosje është ajo e cila në masë shumë madhe duke determinuar. Do të shihet qartë kjo sepse unë jam i bindur tash. Nuk mund ta them me siguri të plot, por unë jam i bindur po të mos ishte votimi kundër i lëvizjes vetëvendosje për mos certifikimin e listës serbe, jam i bindur që subjekte tjera politike nuk do të abstenonin. Mirë, po dhe abstenimi i tyre është pasojë e situatës së palakmueshme në cilën gjenden, që në njërin anë të mos jenë kategori kundër, por edhe në anën tjetër të mos jenë pro që ta shmangin etiketimin se me votin e tyre e legjitimuan listën e certifikuan listën serbe, por që të paktën fajin dhe përgjegjësinë ta zhvendosin dikun tjetër te PZAP-ja. Pra subjektet tjera politike tëra ajo që po e bëjnë është po tentojnë ta zhveshin fajin dhe përgjegjësinë nga vete duke ja mbeshur institucioneve po e zon PZAP-s apo Gjykatës Supreme që nesër mund të marrë vendim në favor të këtij certifikimi. Shpejt Kasolli pritet të konstohet kuvendi. Rrethmisht formohet edhe qeveria në një procedurë normale. Do duhej së paku të formohet, meqense keni thënë dhe ju, kanë thënë dhe observues miqtanë ndërkombëtar që në raportin e progresit që viti 2005 ishte një vit i humbur për Kosovën, rrezikon mbase të jetë si pasqysh i tillë edhe këtë vit. Nëse kriza e presidentit shkon deri në ato përmasa sa ajo ta diktoj që vendi të shkojë në zgjedhje. Gjithçka është e mundur nëse nuk kemi, do thotë, sepse ende prapë tham fituesi i zgjedhjeve është ende i paqartë në këtë drejtim. Nuk ka dhënë asnjë indikacion as që do ta mbështes Vjosa Osmani. Nuk kemi qartësi nga lëvizja vetëvendosje që i ka ofruar mbështetje dhe do të jetë kandidate e këtij subjekti politik
sa i përket pozitës së presidentit. Kemi parë angazhim të zonjës Osmani për ta dëshmuar veten se është e dobishme që t'i vazhdohet mandati edhe për 5 vjet, mirë po jo nga lëvizja vendosje, madje nëse shohim në renditje të prioriteteve që pat javën e kaluar, kryeministri Kurti tha që ai është prioriteti 4 i tij. Sa duhet i vazhdohet apo jo mandati i zonjës Osmani është prioriteti 4 i kryeministrit detyrë dhe i fituesit të zgjedhjeve, sepse kemi tha detyra tjera para kësaj. Që flet kjo si do ta lexojnë si po e lexojnë të tjerat me ankth, se çfarë po bën zoti Kurti? Absolutisht, po i mban në ankth, mirë, po krit problemi është që ajo që i duhet kryeministrit Kurti për temën e presidentit është që të jetë si një figurë i cili është i gatshëm që për kompromis politik me opozitën, që dhe nëse nuk gjendet ndonjë emër, të paktën ai ta zhvesh veten nga përgjegjësia për bllokadën eventuale që mund të krijohet. Pra do kjo është, mendoj unë, kauza kryesore e tij politike në raport me betejën e brendshme. 51% Kasolli fitoi. Po mbase kalkulimet janë 57 ulse sipas KQZ-s. Do të ketë vetëvendosje me partnerët e saj në kuvend. Është edhe një zhvillim tjetër. Në rrethona racionale, lehtësisht e lexueshme politikisht. Si është e mundur që një fitues kaq i madh tu ngarkoj fajin të tjerëve, se s'bënin si. Po sepse kjo është treguar profitabile. Është treguar profitabile në habitat racional politik. Po në habitat racional, po mirë, po kjo është treguar, ne kemi bashkë biseduar e kemi diskutuar. Ajo që i ka dhënë bumin më të madh elektoral lëvizjes vendosjen krye me Albin Kurtin deri me tani nuk kanë qenë aftësitë e tij qeverisëse, por vetëm shkallësia e tij për ta transmetuar në opinionin publik mesazhin që ky është viktimë e një komploti që po i përgatitet në mënyrë që të mbahet në peng shteti dhe vullneti demokratik i qytetarëve të Kosovës. Dhe dallimi ndërmjet zgjedhjeve të 9 shkurtit, vitit kaluar dhe këtyre të 28 dhjetorit është konfirmim i efikasitetit të këtij narracioni që ai vazhdimisht e ka ndjekur. Në momentin kur Albin Kurti arrin që ta transmetoj mesazhin, që ta bind opinionin publik që po penalizohet e po mbahet peng nga forcat obstruktive të ish-partive të regjimit të vjetër, siç ka dëshira i ta quaj, do thotë dallimin ndërmjet dy epokave, epoka e regjimit vjetër dhe kjo e regjimit të ri e lidhur me të, kjo po i shndrrehet kjo po i transformohet dhe po i përkthehet në bom elektoral. Dhe nuk përjashtohet mundësia që ta vazhdoj përsëri këtë lojë politike në mënyrë që duke shfryzuar tashmë vetëm temën e presidentit, sepse nuk ka më tema tjera që do ta bllokonin. Praktikisht kuvendin, qeverinë, votimin e buxhetit, ai tashmë mund t'i bëjmë brenda një nate, brenda një dite. Gjitha këto proceduralisht është e mundur që të kryen pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. E vetmja temë që i mbetet që të shfaqet si viktimë para opinionit publik është kjo me marrëveshjet ndërkombëtare, por që unë jam i bindur se opozita këtë nuk do ta bllokojnë në këtë pikë, dhe tema e presidentit. Dhe kështu që kjo është vetëm një shans që i ka mbetur në tavolinë që kalkulon se mund të përfitoj elektoralisht një mbështetje më të madhe qytetare në favor të maksimalizimit të potencës dhe të fuqisë së tij politike. Nga se nëse kalon edhe tema e presidentit do të futet nga poezia e viktimizimit, do të pastaj kalojmë në prozën e mërzitshme të qeverisjes në vend dhe do duhet jap llogari mbi baza ditore edhe para kuvendit, edhe para qytetarëve të Kosovës mbi efikasitetin e tij qeverisë, diçka që nuk është shumë profitabile dhe nuk i shkon profilit ideologjik dhe populist të Albin Kurtit. Duket e pazakontë në rrethona reale politike, një gare politike, por opozita i parapriu Kurtit duke i thënë ja të bashkëpunojmë, kërkojmë bashkëpunim për konstituim të kuvendit nga ona PDK-s, si ishte ajo kërkesë, dhe e LDK-s për bashkëpunim rreth presidentit në një platformë konsenzusi. E duket e pazakontë për opozitën që ta bëjë këtë kërkesë për fituesin, por po e bën për cilën arsye sipas jush, që të humb argumentet e Kurtit në një situatë kur vendi mund të shkojë në zgjedhje? Kjo duket që të jetë njëra prej arsyeve kryesore, do të thotë ose mbase edhe mund të jetë edhe kalkulimi i tyre që ja vlen të kenë marrëveshje politike të bashkëqeverisin me të, nuk i kanë bërë qarta, do të subjektet opozitare
këtë ndryshim të kursit të tyre. Ajo që është vërtetër është që qëndrimi i tyre dallon nga i zgjedhjeve të para 28 vjetorit. Dhe kë ka krijuar terren për shumë spekulime, për shumë pandema që mos subjektet opozitare janë kapluar nga një frikë nga zgjedhjet të reja të jashtëzakonshme që do psonin edhe më tepër elektoralisht dhe janë më të interesuar këto të fundit për krijim të institucioneve se sa vetë Albin Kurti. Diçka e pazakon. Po është diçka e pazakon, prapë them sepse ftesa duhet vinte fillimisht nga lëvizja vetëvendosje. Si fituese e zgjedhjeve ka përgjegjësi shumë të madhe, me një diferencë shumë të madhe elektorale, ka përgjegjësi shumë të madhe të pri vallës së krijimit të institucioneve të reja, ndërkohë paradoksalisht veçanërisht kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës për mua ka qenë absurde, e cila kërkon marrëveshje politike për konstituim të kuvendit dhe formim të qeverisë. Se si do ta arsyetojnë para opinionit publik më në detaje këtë testë të tyre mbetet të shihet mirë, po përshtypja krijohet sepse marrëveshje politike për krijim të qeverisë nuk kuptohet dëshirë për bashkëpjesëmarrje në ndarje të pushtetit, nuk mund ta kuptojnë ndryshe. Dhe nëse s'ka marrëveshje politike, vetë lideri i saj ka deklaruar për këto dy tema, atëherë mund të mos ketë marrëveshje politike as për temën e presidentit. Pra, përshtypja e parë që krijohet në opinionin publik është gatishmëria e këtij subjekti politik, vullneti i këtij subjekti politik për ta ndarë pushtetin me lëvizjen vetëvendosje. Apo përdoret kjo si karrem që më pastaj ti transmetohet mesazhi opinionit publik që edhe ky subjekt politik ishte i gatshëm deri në maksimum për kompromise politike me partinë fituese të zgjedhjeve në mënyrë që ti shpëtoj etiketimeve të Kurtit apo një mend e kanë këtë qëllim politik, u mbetën zyrtarëve të PDK-s t'ja qartësojnë opinionit publik këtë pozicion të tyre, por që ajo siç thotë ju është pazakont, është paradoksale ku partia me 22 deputet dhe i shpreh vullnetin partisë me 57 deputet t'i krijojmë institucionet, bëjmë marrëveshje politike për t'i krijuar institucionet, është krijon të paktën atë përshtypjen e opinionin publik që nëse e njëjta nuk ka qenë në gjendje ta bëj këtë, nëse e njëjta nuk ka manifestuar këtë vullnet ta bënte këtë gjë në zgjedhjet e pas nëntëshkurtit dhe është e gatshme ta bëj tash, manifeston përshtypjen që ajo e ka kuptuar disfatën politike elektorale të zgjedhjeve të 28 vjetorit si një mësim që e ka marrë që kjo ka qenë gabim dhe jo pushteti, nga se opinioni publik, elektorati i dha të drejtë kauzës politike të lëvizjes vetëvendosje. Dhe kjo është si një lloj pendimi që kjo, dhe si një lloj mësimi e psimi që e ka marrë, që është vetëdijsuar, që nuk është refuzimi tashmë rruga që duhet ta ndjek, por marrëveshja politike me Kurtin si parakusht për mbijetesë të saj politike. Nëse deri më tani mos konfrontimi i ashpër ndaj lëvizjes vetëvendosje është konsideruar dhe kalkuluar si mjet i cili mund t'i ofrojë përfitime elektorale këtij subjekti, me këtë çështje të re e kanë avancuar edhe më tepër çështjen e tyre që jo vetëm mos konfrontimi, por edhe bashkëpunimi është rruga e vetme që ju nevojitet për mbijetesë politike. Por prapë thamë unë jam në nivel të pandemave sepse nuk ka qartësi politike as nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila është intenca e kërkesës së saj për marrëveshje politike për krijim të këtyre 3 hallkave të reja të pushtetit. Cili zhvillim për ju i jep fund çdo dileme se çfarë do ndodh politikisht me situatën e Kosovës në rastin e formimit të institucioneve. Sepse tash është vështirë mbase lehtësisht të parashikohet me këtë rezultat, por praktikisht vështirë të parashikohet gjithë konstituimi i institucioneve dhe zgjedhja e presidentit në ndritën e këtyre pandemave, siç po thu, hamendësimeve, dilemave të ndryshme e tjera. Cili zhvillim për ju tash e tutje nëse certifikohen zgjedhjet shpejt dhe do të bëhet? Do të jap fund çdo dileme, a do të kemi president apo nuk do të kemi president? Melia ka solli shkurt. Presidentja cakton datën e mbledhjes së kuvendit. Por presidentja cakton edhe mandatarin për formimin e qeverisë, i cili ka 15 ditë kohë që të marrë votbesimin e kuvendit. A është ky 15 ditë që më herët nëse mblidhet Kurti për ta marrë votbesimin, arsye që është çështja e presidentit e t'i kaluar? Para se të vim te kjo çështje, unë besoj që janë 2 tema tjera që japin që do ta përcaktojnë kohën, a do të futim në një paralizë edhe një krizë të re kushtetuese e institucionale, apo do të shkohet në drejtim të krijimit të institucioneve. Cili do të jetë qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje në raport me nënkryetarin e pakicave.
Kjo është, unë besoj, tema kryesore politike deri më tani, do të nga ajo që ndëgjova, ish kryeparlamentarin detyrë shprehu kritikën e tij ndaj vendimit, ndaj gjykimit të gjykatës kushtetuese. Mimoza Kusari po ashtu deklaroi që me sa di unë si subjekt politik nuk kanë vota për kandidatin e listës serbe. Dhe në këtë drejtim kjo në mendoj do të jetë hallka kryesore ku do të përcaktohet a do të vazhdohet me bllokat tashmë për pozitën e një pozitë thjesht të parëndësishme politike e institucionale, por për të shfryzuar si pretekst politik, apo nëse lëvizja vetëvendosje mund të përdorë një strategji tjetër. Po se çështja e parë është konstituimi i kuvendit. Konstituimi i kuvendit, pa emrimin. Unë ndërlidha me ambientin politik, sa është i parashikueshëm për çështjen e. Tashmë është e qartë situata. Situata sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese, ajo poziti takon përfaqësuesit nga fituesi i zgjedhjeve në komunitetin serb. Nuk mundet nën kryetari i kuvendit nga komuniteti serb të emërohet nga shumica shqiptare. Kjo është e mbyllur. Dhe ne e kemi ditur pak a shumë. Tash po të hyjmë në gjenealogjinë në arkivat e emisioneve që kemi diskutuar, vetëm se nuk e kemi lejuar vetit luksin ta themi në mënyrë kategorike këtë gjë, sepse është gjykata kushtetuese ajo instanca finale e cila i verifikon apo i hudh poshtë pretendimet e këtilla. Dhe a do të tash shtrohet janë dy dilema, do të thotë si do të sillet lëvizja vetëvendosje në raport me këtë. Ose do ta rikthej votimin në pakot për sa i përket votimit në kryetare për minoritete, ose do ta vazhdoj bllokadën e saj, do thotë për të mos e njohur këtë gjykim të gjykatës kushtetuese, për ta mbajtur peng konstituimin e organit, për ta mbajtur peng konstituimin e kuvendit, sepse pa zgjedhjen e të gjithë anëtarëve të kryesisë nuk ka konstituim të kuvendit. Është e thënë qartë tash kjo gjë. A është nëse animoziteti, kjo qeveri e Zotit Kurti vendosi ta vënë zbatim një gjykim gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, po. Dhe të mos e zbatoj një gjykim tjetër ta zëm për një pozicion periferik, më beso, çështja që asnjëherë nuk ka qenë temë politike, por jo që kohën e fundit nuk është se si ka krijuar pak profite lëvizjes vetëvendosjes, profite elektorale. Në sytë e publikut, si të arsituot një zbatim gjykimit gjykatës kushtetuese më herët, ku qeveria Kurti vendosi ta vënë zbatim për manastirin Deçanit në pritje që mbase Kosova do të lëvizë edhe në integrime shpejte e tjera, dhe të mos e vënë zbatim një gjykim tjetër një drejt kushtetuese e rikonfirmuar tash dhe me këtë gjykim. Ndërsa ajo ka mund, sepse edhe ato mund përdoret që i është lënë trashëgim nga regjimet e kaluara. Po, e zbatoi, pajtona që e zbatoi, ndërkohë këtu për me dëshmu veten si subjekt që po e bën, pra po them, për me dëshmu veten si subjekt që po e bën të pamundur, jo që ka diçka personale kundër kandidatit e listës serbe, po kundër instrumentalizimit të këtij subjekti politik nga Beogradi për t'ia penguar vendimarrjen politike në institucionet qendrore. Ky mund të jetë pak a shumë arsyetimi politik dhe publik, dhe i cili mos harroni nuk është që nuk i ka krijuar pak profite elektorale lëvizjes vetëvendosje. Është njëra prej temave, pra po them, nuk është kryesorja, por ne duhet në këtë mozaikun e madh, do thotë, të cilat kanë ndikuar, edhe kjo është njëra prej temave me cilën ky subjekt politik e ka diktuar agjendën elektorale në Kosovë, duke i detyruar edhe subjekte tjera parlamentare që t'i nështrohen plotësisht kësaj agjende, dhe duke i sfiduar ato, do thotë, përballë një dileme false, a je me shtetin e Kosovës apo je me listën serbe. Kjo është njëra prej kauzave që mund të përdoret që të mbahet i bllokuar kuvendi, dhe në rast këtij skenari apokaliptik që unë do ta quaja, ne e tham që me 5 mars s'ka donë edhe afati i presidentes, atëherë nuk do të kishim asnjë institucion më në Republikën e Kosovës me përjashtim të një qeverie në detyrë. Votuot buxheti ka një kuvendi pa konstituar. Kjo është dilema, do thotë. Si mund votohen marrëveshjet ndërkombëtare, si mund votohen si marrëveshja nga akordimi mjetër nga plani i rritjes bashkimit evropian. Nuk është që i kanë krijuar humbje rrethana normale sikur të kishte një qeveri tjetër. Po janë të rëndësishme, po dëgjoj, janë të rëndësishme për zhvillimin për Kosovën, janë të rëndësishme, po mos harro, ato kanë mbetur të bllokuara për një vit. Kosova është i vetmi vend
me përjashtim të Bosnjë e Hercegovinës që në vitin e kaluar se ka përfituar asnjë cent nga këto mjete, dhe jo që këto mjete nuk kanë ardhur si pasojë e masave sankcionuese në veri, po për shkak të mos konstituimit të kuvendit dhe ratifikimit të kësaj marrëveshje, se dallon pezullimi i fondeve. Është një prej sfidave më të mëdha politikisht për lëvizjen vetëvendosur dhe zotin Kurti për anin kushtetues, sepse tani kemi një qartësim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Pozicioni i nënkretarit kuvendit i takon komunitetit shumicë të përfaqësuar politikisht në kuvend. A është kjo sfida kryesore nga të marrë drejtim ta shetutje politikisht zoti Kurti dhe partia? Deri me tani, në bazë të asaj që janë deklarime zyrtare, sepse unë nuk mund t'i marrë si qëndrime private deklarimet e zotit Basha. Po, nuk mund t'i marrë si qëndrime private, nga saj përfaqëson është deputeti, kryetar kuvendin detyre ndaj këtij subjekti politik. Deri më tani lëvizja vetëvendosje nuk ka dhënë indikacione se do ta zbatoj këtë aktgjykim. Për mua bazë janë deklarimet publike të ish shefës së grupit parlamentar dhe të kryetarit në detyrë të kuvendit të Kosovës. Se a do të ndroj mendje në seancën konstitutive kjo mbetet shihet, apo do të përdor ndonjë trik tjetër, ndonjë taktik tjetër për ta zhvesh veten nga përgjegjësia e tradhtisë së madhe kombëtare, tash kjo mbetet shihet, mirë po deri më tani, aktualisht ne që po bashkë bisedojmë, ne kemi këto qëndrime, që nuk janë private, nuk janë qëndrime të opinionit të thjeshta publike. Kjo sfida kryesore. Aktualisht kjo është sfida kryesore. E një subjekti politik. Kjo është sfida kryesore. Por unë tash nuk mund të jemi sigurt 100%. Planon të bashkëjetoj me këtë rend kushtetues apo jo? Unë tash nuk mund të jemi sigurt 100% që nuk do të ndroj mendje gjatë rrugës. Mbi bazën aktuale sinjali i partisë fituese të zgjedhjeve është që nuk do të bëj kompromis në raport me kandidatin e listës serbe. Do të nuk do ta përkrah kandidatin e listës serbe, nuk do të ketë vot për të, nëse ai merr votat e partive tjera politike është çështje tjetër. Formalisht nuk do të kemi kuvend të konstituar. Nuk do të kemi kuvend. Nëse nënkryetari kuvendit nuk i takon komunitetit shumë në rastin të përfaqësuar. Në rastin konkret është lista serbe, nëse mund të jetë po dikush tjetër, e tjera, por mbi sepse ky është manipulimi më i madh, ky është manipulimi më i madh publik që bëhet, që thuhet që është monopolizuar apo jo dha drejta e vetos listës serbe këtë. Nuk ka të bëjë kjo me listën serbe. Deri 2015 ka qenë Partia Liberale e Serbëve, me sa di, 2014 ka qenë Partia Liberale e Serbëve. Sot është lista serbe, nesër mund të jetë një parti tjetër. Mbasi në proces të sipër mund të demonopolizohet roli i listës serbe, mund të krijohen 2-3 parti politike serbe në kuvendin e Kosovës në funksion të plotësimit të vendeve të garantuara. Kjo ka të bëjë vetëm me shumicën momentale të serbëve të Kosovës sipas rezultatit të KQZ-s. Se çka do të ndodhë ndesër nuk dihet, nuk shihet, procesi është i hapur, gara është e hapur, gjithçka mund të përmbyset në proceset e ardhshme elektorale. Mirë, aktualisht kjo është sfida kryesore, prapë po them, në bazë të indikacioneve aktuale që na kanë dhënë përfaqësuesi zyrtar të këtij subjekti. Formalisht nuk do të kemi kuvend të konstituar nëse nënkryetari kuvendit nuk zgjidhet dikush ose ndonjëra nga komuniteti shumicë serb, në rastin konkret që përfaqësohet nga lista serbe. Formalisht nuk do të kemi kuvend të konstituar, e praktikisht për partinë e Kurtit do të kemi kuvend të konstituar. Kosova do të jetojë me 2 rrëfime. Me dy animoziteti llojit. Po ndëgjoj, nuk është hera e parë që po ndodhin paradokse të këtilla politike, do thotë duket do të vazhdohet përsëri me mbajtjen gjallë të këtyre temave, do thotë abstrakte në kuptimin e jetës ditore të qytetarëve të Kosovës, por që po krijojnë një terren të favorshëm elektoral lëvizjes vetëvendosje. Dhe një indikacion tjetër, do të që mund të kemi zgjedhje, mos harro, nëse s'kan lidhje kauzale njëra me tjetrën, është deklarimi sot i ZRE-s se nuk do të ketë shtretim të rrymës së energjisë elektrike. Mbase mund duken që s'kan lidhje njëra me tjetrën, mbase mund duken që ZRE është një trup i pavarur administrativ që merret me çështje krejt tjera, por ky mesazh dërguar qytetarëve të Kosovës do mund duket në funksion të kalkulimeve të mundshme elektorale, sepse kështu kishte ndodhur edhe vitin e kaluar.
kur mediat dhanë indikacione se do të ketë shtrejtim të rrymës, para datës 9 shkurt, ZRE-ja e kishte mohuar kategorikisht atë. Pas përfundimit të zgjedhjeve nuk shkoi 1 muaj u shtrejtua rryma. Dhe ky zotim sot i këtij institucioni që nuk vjen në shprehje, nuk do të ketë rritje të rrymës. Me Kurtin këto. Tash nuk mund ta argumentoj këtë. Nuk mund ta argumentoj këtë, nuk mund ta. Ke dyshimet tua se mirë po, ky zotim i këtij institucioni, ky zotim pikërisht në këtë kohë të frustrimit të madh publik për shtrejtim të 4 të energjisë elektrike brenda mandatit të qeverisjes Kurti, nuk mund të shihet jashtë kalkulimeve elektorale që mund të ketë partia në pushtet. A do të ndodhë kjo? Pra po tham nuk mund parashikoj me siguri të plot, sepse mund gjenden zgjidhje politike, mund gjenden taktika dhe ne që ashtu variabla që nuk i kemi në ekuacion. Mirë po, sigurimi i qytetarëve të Kosovës, nga ZRE-ja sot se përjashtohet shtrejtimi i energjisë elektrike, nuk guxon të përjashtohet që ka lidhje kauzale me kalkulimet elektorale të partisë fituese të zgjedhjeve, të cilat mund të jenë shumë të afërta për shkak të krizës së presidentit. Një zhvillim tjetër, domethënës i parashikuar politikisht ndodhi në LDK. Ishte një vot kundër 136 delegat votuan kundër që zoti Abdigjiku të drejtoj partinë dhe ai mori diku 156 vota me sa di unë. Kaloi mocionin e rrëzimit i nga froni i të parit në LDK. Dhe sot Abdigjiku deklarua ecim bashkë për një fillim të ri, në dritën e zemërimit të brendshëm. Si e shihni këtë proces që ndodhi në LDK? Po zotin Abdullah Hoti, Mehdi Bayrami, të zemëruar. Jo vetëm ata ishin përfaqësues dukshëm të një zemërimi brendshëm, sa ajo reflektua edhe në vota. Çka flet kjo votë në LDK? Për një proces transparent, të ndershëm, siç e thonë, të lirë, demokratik. Lumia Abdigjiku e përdori atë që përdori si kartë politike, atë që ka filluar kohë gjatë ta përdori, dhe që është partia ajo e cila ka vendosur për të. Kjo ishte pak a shumë e mbylli këtë rrëfim politik që nuk është ai që po insiston domosdoshmërisht të jetë kryetari i LDK-s, madje i gatshëm ta dorëzoj stafetën, por është vullneti kolektiv i partisë i cili nuk po ja pranon dëshirën e tij personale për të larguar nga ky subjekt, nga drejtimi i këtij subjekti politik, jo nga ky subjekt politik. Kjo ishte pika e parë. E dyta, normal, fjalimin e keni parë. Ata që se ndjejnë vetën LDK të lëvizin gjejnë rrugë, gjejnë alternativa. Po ndëgjoj tash kjo flet do thotë që një pjesë shumë e madhe, gjysma e partisë, sepse praktikisht gjysma e delegatëve janë do thotë kanë mos pajtime me Lumir Abdigjikun. Dhe ai tashmë do të jetë drejtues i një subjekti politik që i ka gati mbi gjysmën e delegatëve kundër tij. Sfida kryesore, primare e tij tash, para se ballafaqohet, e kjo besoj do t'ja konsumoj energji, para se të ballafaqohet me pushtetin, para se të ballafaqohet e të shndrohet në opozitë ndaj lëvizjes vendosje, do t'i duhet se si t'i riparoj do thotë këto fragmentarizime politike. Sa do të ketë sukses mbetet të shihet. Mirë po ajo ka qartë dhe rezultati ka folur që pavarësisht se ajo kaloi si thojnë të ne me një fjalë me një çik zore të kaloi këtë test të brendshëm politik të paprecedent edhe për mua, por në rregull LDK-ja janë pajtuar për këtë formulën, ne nuk mund t'ua imponojmë standardet tona të gjykimit politik se si duhet të sillen ata, janë pajtuar për këtë modalitet se si duhet të rikonfirmohet kryetari i këtij subjekti, por që betejë kryesore tashmë e Lumir Abdigjikut është fillimisht se sa do të jetë në gjendje ta pajtoj lidhjen demokratike të Kosovës në mënyrë që ai të jetë drejtuesi i saj, sepse kemi gjysmën e antarëve të kuvendit që janë kundër tij. Që s'ka ndodhur ndonjëherë, është edhe kur ishte zoti Fatmir Sediu, edhe kur ishte zoti Sa Mustafa, e tutje ka pasur trandje, lëkundje, po jo që të ndahet gati në dysh gjithë kontingjenti i delegatëve. Kjo është sfida kryesore politike me cilën ai, do thotë, para se të ballafaqohet me
me fituesin e zgjedhjeve ai do ta ketë sfidë të ballafaqohet me vetveten. E para, e dyta, ajo që është më e rëndësishme, do thotë unë pash një lloj pendimi apo ta quaj ose pendim ose mbase mund të thuhet si një lloj pendimi në fjalimin e tij veçanërisht kur tha se tash tutje do ta respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në raport me minoritetet, sepse ishte lidhja demokratike e Kosovës ajo e cila kishte votuar së bashku me lëvizje vetëvendosje për Nenad Rashiqin. Dhe në këtë drejtim nuk mund të amnistohet edhe LDK-ja si subjekt i cili jam i bindur për arsye politike, pavarësisht arsyetimit zyrtar se ishin këshillat e ekspertëve juridik që i kanë rekomanduar që ta ndjekin atë mënyrë të votimit, por jam i bindur që për arsye politike, për shmang etiketimet nga lëvizja vetëvendosje si formacion i cili po i shërben listës serbe që votuan pro Nenad Rashiqit dhe kundër asaj që duhet të jetë si votim kushtetues. A ishte Lumir Abdigjikun kryetar, pavarësisht që e kaloi mocionin e mosbesimit një kryetar të kërkoi nga delegatët a pajtohen, a e dëshirojnë ajo Lumirin Matuti kryetari, ishte një pyetje. Ndëgjaj formalisht është kryetar. Ndëgjaj formalisht është kryetar. A shihni po them, a pritni që rezultati këtyre zhvillimeve të ndryshme, ai të gjejë ndonjë arsye që të heqë dorë nga froni? Ndëgjaj kryetar formalisht aktualisht është, sepse muri konfirmimin në kuvendin e LDK-s. Mirë po është një kryetar jashtëzakonisht i lënduar dhe unë besoj që është njëri prej kryetarëve të subjekteve politike më të lënduar aktualisht në skenën politike, sa i përket mungesës së legjitimimit të brendshëm politik. Kjo është sfida kryesore e tij, ai mund të vazhdojë ta përdor këtë rezultat të zgjedhjeve si kartë për konfirmim të mandatit të tij, mirë po dallon votimi teknik, dallon prej disponimit politik që ekziston dhe para se tjetë kjo shqetësimi kryesor, para se tjetë prekupimi i kryesor 160 sa vota, muri duhet ta ketë qartë që 160 po. Nuk është më rëndësi që duhet ta ketë qartë që disponimi politik i gjysmës së antarësisë së këtij subjekti politik është ai të mos jetë kryetar. Dhe sfida kryesore e tij është se si ta fitoj vullnetin e këtij kontingjenti të madh të përfaqësuesve të kurdin tu. Pra po tham, kjo është sfida kryesore politike e Lumir Abdigjikut se si ta fitoj këtë legitimitet të cunguar realisht, jo vetëm teknik, sepse në proceset politike nuk mjaftojnë nganjëherë vetëm rezultate teknike, mirë po ta konfirmoj këtë legitimitet të cunguar politik nga gjysma e partisë tij. Diçka e paprecedent në bilanci është që Kurti po qeveris me kollajlak. Edhe po nuk pati kuvend të konstituar, votat janë, populli foli. Populli ka folur, kemi thënë disa herë. Kështu që po qeveris me kollajlak Kurti. Po dy prej subjekteve kryesore opozitare, do të tash në këtë drejtim, PDK-ja është në ankthën po ashtu si të zgjedhjeve të brendshme që i ka hapur, se si do të menaxhohet nuk e di, dhe të pritjes sepse jemi në fazën finale të gjykatës speciale. Dhe kjo është një vendim me shumë peshë. Një vendim me shumë peshë, jo vetëm për PDK-n, por edhe për Kosovën. Për Kosovën, fillimisht për historinë. Ta kemi qartë, do të tashmë PDK-ja është në ankth pritje sa i përket kësaj teme të madhe, ndërkohë LDK-ja se si do t'i sanoj fragmentarizimet e brendshme, aleanca mbetet subjekti, por me një peshë të vogël parlamentare, dhe gjitha këto kontingjenca politike i krijojnë një komoditet të jashtëzakonshëm qeverisës në mënyrë të pasfiduar Albin Kurtit edhe për një periudhë të paparashikueshme kohore. Falenderoj për kohën nga solli. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.